12 shenjat të zodiakut dhe shumë njerëz që na presin për to për të mësuar se si do të jetë dita e tyre në aspektin financiar dhe në aspektin e karrierës. Kështu që unë nuk po ju mbaj gjatë dhe po ju çoj më një herë tek parashikimi që Paul Fox ka bërë pikërisht për shenjën e Dashit. Në punë mund të shfaqen mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmang shpenzimet impulsive. Një ide e re mund të sjellë përfitime afatgjata për ju ditën e sotme, por ndoshta jo detyrimisht vetëm ditën e sotme, mbase edhe në ditë të tjera që pasojnë. Shkojmë tek Demi. Përkushtimi në punë mund të vlerësohet nga eprorët ose klientët. Financat favorizojnë kursimin dhe planifikimin, kështu që kujdes me investimet që premtojnë fitime të shpejta, janë shumë të bukura për të qenë të vërteta, tregoni të tërhequr, të vëmendshëm dhe gjithmonë me këmbë në tokë, sepse do t'ju kushton të shumë të rrezikonit paratë tuaja në këtë moment kur sapo keni filluar të fitoni një lloj stabiliteti që ju kishte munguar prej kohësh. Shkojmë tek binjakët. Komunikimi do t'jetë pika juaj më e fortë në punë. Mund të lindin bashkëpunime të dobishme financiarisht ditën e sotme. Është e rëndësishme që të kontrollosh detajet përpara se të firmosësh marrëveshje. Mos u nxito, merr kohën tënde, logjikoje qartë dhe ftohet një vendim të caktuar, pastaj bëu gati dhe thuaja njerëzve me cilët ke të bësh edhe ke lidhur këto kontrata pune apo këto marrëveshje se si do të veprosh. Por derisa të jesh plotësisht i bindur e i sigurt, nuk ka nevojë të ndërmarrësh një angazhim i cili do t'ju prishte punë përkundrazi në vend që t'ju ndihmonte. Dhe qëllimi ynë ditë pas dite është ndihmojmë veten, ndihmojmë njëri tjetrin dhe të marrim vendimet më të mira në çdo aspekt të jetës, jo vetëm tek ai financiar. Zhvendosemi më tej tek shenja e radhës, ndalemi tashmë nga binjakët tek gaforja. Puna kërkon durim, por rezultatet do të vinë gradualisht. Ndonjëherë i vendosim vetes më shumë presion se sa duhet. Shpesh duke ushtruar një lloj trysnie për t'i përfunduar gjërat shpejt, duke i thënë vazhdimisht vetes që nuk kemi kohë, jemi vonë, jemi pas të tjerëve, por jo. Ndonjëherë është mirë që të punosh së pari me durimin tek vetja dhe të besosh që rezultatet realisht do të vinë gradualisht. Financat përmirësohen përmes organizimit më të mirë të buxhetit, por është e rëndësishme që të shmangësh shpenzimet e panevojshme dhe po ashtu borxhet e panevojshme. Qoftë nëse i merr ato, qoftë nëse ti marrin ato. Shkojmë tek Luani. Se përket shenjës së Luanit, mund të jesh në qendër të vëmendjes në ambientin profesional, një vëmendje që nuk të ka munguar kurrë, është e drejta, e ke gjithmonë, edhe nëse nuk e ke e merr. Një mundësi për rritje të ardhurave mund të shfaqet papritur ditën e sotme. Është e rëndësishme të menaxhosh me kujdes shpenzimet për luks. Sot nuk është dita, duhet të tregoheni të kujdesshëm, të vëmendshëm, të detajshëm kur bëhet fjalë për të zgjedhur se cilat janë vendimet e dukura e cilat jo. Shkojmë nga Luani tek Virgjëresha. Aftësia për të organizuar dhe analizuar do të ndihmoj që të ecësh përpara në karrierë, edhe pse ti nuk e stopuar kurrë. Je një shenjë ambicioze, je një shenjë që vazhdimisht përpiqesh të bësh më të mirën tënde për të organizuar çdo gjë në detaje, por sidoqoftë duket se dita sot ju jep një frymë disi më ndryshe dhe më pozitive. Financat favorizojnë vendimet e menduara mirë. Mund të gjesh mënyra të reja për të kursyer. Do t'ishte mirë që të filloni të ndërtonit një strategji të re kursimi dhe shpenzimi nga ana tjetër. Shkojmë nga Virgjëresha tek shenja e Peshores. Bashkëpunimi me të tjerë do t'jetë çelësi i suksesit profesional. Sot tregoni të hapur, të gatshëm që gjithçka ta bëni në grup. Çdo punë që zakonisht do ta kishit preferuar ta përfundonit individualisht,
është e mira të mirave të punoni në grup me njëri tjetrin, të shkëmbeni ide, të pranoni ide, po ndonjëherë edhe të kundërshtoni ide, edhe pse të gjitha këto mund të jenë patjetër një hap shumë i madh dhe i rëndësishëm në karrierën tuaj. E rëndësishme është të mbani edhe një ekuilibër mes kursimit dhe kënaqësive personale, nuk është kjo dita për të shpenzuar, e dim që është fillim muaj, po duhet të qetësoheni edhe të merrni gjërat me qetësi, na presin shumë ditë përpara, një negocim mund të rezultojë në përfitim. Shkojmë tek Akrepi. Sa i përket shenjës së Akrepit, vendosmëria mund të sjellë përparim në punë, financat favorizojnë strategjitë afatgjata, ruaj diskrecionin për planet e tua ekonomike. Kjo për Akrepin. Shkojmë tek Shigjetari. Mund të shfaqen mundësi të reja profesionale ose projekte interesante. Financat përfitojnë nga zgjerimi i njohurive dhe aftësive. Mos merr vendime të nxituara me para. Kujdes. Shkojmë tek Bricjapi. Disiplina dhe puna e vazhdueshme japin rezultate konkrete. Financat mund të përmirësohen përmes planifikimit afatgjat. Është një moment i mirë për të rishikuar objektivat financiare, ky për shenjën e Bricjapit. Shkojmë tek Ujori. Idetë inovative mund të dallojnë në punë, financat favorizojnë qasjet kreative, por me kujdes ndaj rreziqeve. Një kontakt i ri mund të hapë dyer të rëndësishme, kështu që tregohu gjithmonë bashkëpunues. Shkojmë në përfundim tek Peshqit. Intuita mund të të ndihmojë që të marrësh vendime të mira profesionale. Financat kërkojnë më shumë qartësi dhe kontroll të shpenzimeve. Fokusohu te prioritetet për të shmangur shpërqendrimet. Kjo sa i përket shenjës së Peshqve, një shenjë me cilën ne kemi përfunduar edhe me horoskopin ekonomik për ditën e sotme, pra për këtë të mërkur.